Dita e llogarisë. Dëshpërimi i njeriut. Njeriu jo çdo herë i gëzohet fundit të gjërave. Ndonjëherë edhe pse planifikon dhe pret rezultatet pozitive, ai shokohet kur të mësojë se gjërat nuk kanë shkuar siç ka menduar. Është një ndjenjë e keqe, e cila nganjëherë ka edhe një përfundim tragjik. Ka pritur të korrë rezultate në provime, por ka dështuar. Ka shpresuar në sukses të biznesit, por ka humbur. Ka ndërruar pasuri, por ka përfunduar i varfër. Kjo befasi me atë që ai nuk e ka menduar, e shoqëron njeriu edhe në botën tjetër. Edhe atje njeriu do të mbesi i habitur kur të dali para Allahut, ndërsa edhe pse është falur dhe ka agjëruar, edhe pse ka dhënë zekatin dhe ka kryer haxhin, veprat e tij nuk do të pranohen. Thot Allahu i madhëruar. E prej Allahut do të prezantohet lloji i dënimit, çka as nuk kanë mundur ta mendojnë. Surja Zumer 42. Kanë thënë disa nga gjeneratat e para të muslimanëve. Sa herë në ditën e llogarisë njeriu do të dëshpërohet, ndërsa nuk e ka menduar fare. Përse parashikimet e njeriut nuk do të dalin në botën tjetër, për cilin shkak njeriu nuk do të shpërblehet, ndonë se është falur, ka agjëruar, ka dhënë zekatin dhe ka kryer haxhin. Ku qëndron problemi? Defektet në sinqeritet. Shkaku pse njeriu pëson këtë të papritur të hidhur në radh të parë, siç kanë përmendur shumë komentues në shpjegimin e ajetit që citua më parë, ka të bëjë me mungesën e sinqeritetit. Njeriu që nuk ka punuar për të arritur kënaqësinë e Allahut, por atë të njerëzve, veprat e tij do të jenë të papranuara. Për njeriun e tillë dietarët kanë marrë një shembull. Kanë thënë se ai i ngjan njeriut që kalon nëpër treg me një thes për plot gur. Njerëzit mendojnë se ka sende me vlerë, por ai ka vetëm gur, me të cilët nuk mund të blejë asgjë. Për këtë shkak, Sufjan Theuriu thoshte: Mirë për hipokritët. Mirë për hipokritët. Ky është ajeti i tyre, dhe kjo është ndodhia e tyre. Allahu i madhëruar ka shpjeguar në Kuranin famlar se veprat e të tillëve janë të asgjësuara në botën tjetër. E ne i kthehemi ndonjë vepre që e bën ata dhe e bëjmë atë hije pluhur. Surja Furkan 23. Njerëzit që nuk ja kanë frikën Allahut, por ju fshehen vetëm syve të njerëzve, janë ata që ndonë se mund të kenë vepra të mira, ato do t'ju bëhen hije pluhur. Muhamedi alayhis salam ka thënë: Unë do t'i njoh disa njerëz nga umeti im, që do të vinë ditën e kiametit me të mira të shumta, sikur kodrat e bardha të Tihames, por të cilat Allahu i madhëruar do t'i shndërrojë në hije pluhur. Theubani tha: O i dërguari i Allahut, ne i përshkruan ata që të mos jemi prej tyre nga padia. Atëherë ata tha: i dërguari i Allahut janë vëllezërit tuaj, nga lëkura, lloji, raca juaj. Ata falen gjatë natës, siç faleni dhe ju. Por kur të vetmohen me ndalesat e Allahut, atëherë i shkelin ato. Gafleti apo pakujdesia. Njeriu ndonjëherë tregohet aq i shkujdesur, aq sa harron edhe vdekjen. Vazhdon me kryen e çsinë e tij, vazhdon me injorimin e së vërtetës deri në momentet e fundit. Atëherë kur i kupton të gjitha, por që është tepër vonë. Allahu i madhërisëm thot: I thuhet: Ti ishe në një huti nga kjo ditë, e ne ta hoqëm perden tënde, dhe tash ti she shumë pret. Surja Kaf 22. Perdja u hoq, dhe ai mësoi atë që nuk e kishte llogaritur kurrë se mund t'i ndodhte. Ja si na e përshkruan këtë Allahu i madhëruar. E sikur të ishte e atyre që nuk besuan, e tërë ajo çka kanë në tokë edhe një herë aq, do ta jepnin kompensim për t'i shpëtuar dënimit të tmerrshëm në ditën e kiametit. E prej Allahut do të prezantohet lloji i dënimit, çka as nuk kanë mundur ta mendojnë, edhe do t'u dalin në shesh të këqijat që i kanë punuar dhe i përfshin ata ajo me të cilën talleshin. Surja Zumer 47-48. Mendojnë se janë vepra të mira, por janë të këqija.
Se njerëzit mund ta pësojnë keq edhe të ballafaqohen me këto të papriturat e hidhura, është edhe gabimi i tyre në perceptimin e të mirës. Ata ndonjëherë bëjnë keq, ndërsa deklarohen sikur bëjnë mirë, ose sikur ajo që bëjnë nuk është mëkat. Fudail ibn Iyadi ka thënë: ata kanë bërë vepra për të cilat kanë menduar se janë të mira, por kanë dalë që ato të jenë të këqija. Të këtillët do të ndihen shumë keq kur të mësojnë për fatin e veprave të tyre. Këta janë humbësit më të mëdhenj. Thot Allahu: Thuaj, atë ju tregojnë për më të dëshpëruarit në veprat e tyre. Ata janë veprimi i të cilëve u asgjësua në jetën e kësaj bote. E megjithatë, ata mendojnë se janë ka, bëjnë mirë. Surja Kehf 103-104. Ata që shpikin në fe, nga ata që dietarët kanë nënvizuar si njerëz që do ta përjetojnë tmerrin e asaj që nuk e kanë kujtuar atë, janë edhe shpikësit e traditave fetare të pabaza. Imam Gazaliu na shpjegon se si atyre që besojnë format gabuara në besim dhe aplikojnë po kështu format gabuara në adhurim, ende pa u larguar nga kjo botë, respektivisht në momentet e vdekjes, ju bëhet e qartë kotësia e veprimeve të tyre. Për këtë shkak ata edhe përjetojnë llahtarin e këtij ballafaqimi me atë që e kanë kujtuar si të mirë. E keqja në rastin e këtyre shpikësve është se ata, duke qenë se e mendojnë si të qelluar atë vepër, nuk pendohen kurrë për gabimet e tyre. Ky është shpjegimi i thënies se për shpiksin nuk ka pendim, pra për shkak se atij nuk i shkon ndërmend të pendohet, nga se e sheh rrugën e tij të drejtë dhe të duhur. Mëkatet i marrin për të vogla. Shkak tjetër pse ndodh kjo befasie e hidhur është në vlerësimi i rrezikut të mëkateve. Disa gjëra janë të mëdha, ndërsa ne nuk i marrim për të tilla. Alkooli është shumë i dëmshëm për shëndetin, por qindra litra alkool nuk mund të kenë ndikim sa ka një pikë helmi. Ka thënë Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të: Ju po i bëni disa gjëra që për ju janë më të imta se qimja e flokut, pa vlera, ndërsa ne, në kohën e të dërguarit të Allahut, i merrnin për shkatërruese. Ne sot përgojojmë njerëzit, ndërsa bëhemi sikur nuk kemi bërë mëkate fare. Muhamedi alayhis salam ka thënë: Dhe njeriu nga pakujdesia do të flasë një fjalë nga ato që hidërojnë Allahun, ndërsa do të futet thellë në xhehenem. Mëkatet e shumta ose shlyrës të shpërblimeve, ashtu sikur të mirat që shlyejnë të këqijat, po kështu edhe të këqijat shlyejnë të mirat, ose pamundsojnë përfitimin prej shpërblimit të mirave. Kjo është kur mëkatet të jenë më shumë se të mirat, apo të jenë prej atij llojit që zhvletësohen të mirat. Kjo ndonjëherë ndodh kur pas të mirës pason e keqja. Allahu na ka ndaluar nga një traditë e tillë. Për shembull, për Kitazi me lëmoshën ka thënë: O ju që besuat, mos i prishni lëmoshat tuaja me të krenuar e me ofendim. Surja El-Bekare 264. Pra i ka dhënë lëmosh, por në anën tjetër ja ka përmendur atë. Pra e ka ulur paksa për ta poshtruar e ofenduar më pas. Këto gjëra bëjnë që njeriu të mos ketë shpërblim fare për veprën e tij. A i dini që një grua ka hyrë në xhehenem për shkak të gjuhës së saj, edhe pse është falur dhe ka agjëruar? Pa drejtësitë dhe rreziku i tyre. Njeriu mund befasohet për të keq në botën tjetër, edhe pse ka vepra të mira. Është kur ai sillet pa drejtësisht ndaj njerëzve. Muhamedi alayhis salam ka thënë: A i dini se kush është i falimentuari? Than, i falimentuar mes nesh është ai i cili nuk ka asnjë derhem e asnjë plaçk. Ai tha: I falimentuari prej umetit tim është ai që vjen ditën e kiametit me namaz, agjerim, zekat, por ka sharë dikë, ka shpifur për dikë tjetër, ka ngrënë pasurinë e dikujt tjetër, ka derdhur gjakun e këtij, apo ka qelluar atë tjetrin. Atyre i jepen nga të mirat e këtij, derisa kur mbarojnë të mirat e tij, para se atyre t'u jepet e drejta, merren nga të këqijat e atyre dhe i hidhen atij, e pastaj ai hidhet në zjarr. Shpresa e rreme. Thirrja në mëshirën e Allahut edhe mashtrimi me shpresën se mund të më falë Zoti, ndonjëherë mund të jenë shkak i hidhërimit të Allahut.
E kështu, kur të dal njeriu para Zotit, të befasohet për atë që fare nuk e ka pritur. Fjala është gjithnjë për ata që shpresën e marrin pretekst për të vazhduar në mëkate. Ka thënë Hasan Basriu. Një grup njerëzi që ngazëllyer, mashtruar nga shpresat e faljes, aq sa dolën nga kjo botë, ndërsa nuk patën asnjë të mirë. Ata thanë, ne ndajmë mendime të mira për Zotin, por gënyen nga se po të ndanin mendime të mira, edhe do të punonin mirë. Tek Allahu i drejti dhe i padrejti nuk janë të njëjtë. Besimtari i devotshëm dhe mëkatari nuk janë njësoj, thot Allahu. A menduan ata, të cilët vepruan në të këqija, se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t'i bëjmë të barabartë me ata që besuan dhe bën vepra të mira, sa i shëmtuar është gjykimi i tyre. Surja Gjathie 21. Për këto dhe gjëra të tjera, njeriu do të befasohet për të keq kur të gjetë tek Allahu, atë që nuk e ka kujtuar dhe as që e ka pritur. Andaj të nxitojmë që më parë të përmirësojmë veten tonë, të kërkojmë hallalin nga njerëzit nëse ju bëjmë keq, të bëjmë mirë, të angazhohemi me vepra të mira, dhe ta lutim Allahun e madhëruar që fundi i jetës sonë të jetë ashtu siç ai dëshiron. Amin.